Përshëndetje, ju uroj një të diel sa më të mbar. Dhunuesi nuk ka gjini, a ka burra të dhunuar apo vetëm gra. Urdhrat e mbrojtës. Dhe për këtë do të kemi dy të ftuar shumë special që do t'i prezantoj Joy. Joy, përshëndetje. Përshëndetje Denisa, siç tha Denisa, një temë përveç interesante, një temë që duhet trajtuar se s'bën në çdo emision televiziv apo radiofonik në Shqipëri, sepse dhuna vitet e fundit ka agravuar, nuk njeh gjini, urdhra mbrojtje këtë vite po kërkojnë dhe burrat, edhe gratë, edhe fëmijët, kështu që për të diskutuar më gjerë për këtë aspekt, unë kam ftuar një ndër avokatët më të mirë të këtij legjislacioni në Shqipëri, ai është Kujtimi Ibraj. Mirë se erdhe në Labirint në Tru. Mirë se gjetën, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. I ftuari i dytë është Evan Zdrishti, ka shkruar libra, shumë libra, po një ndër librat është edhe Labirint në Tru, nga i cili kemi marrë dhe titullin sepse jemi bashkëautor. Mirë se erdhe Evan Zdrishti. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe për hapësinë, është gjithmonë kënaqësi të jesh me ju. Unë di që ti ke përgatitur diçka që të ka ardhur nga një zonjë për ta lexuar dhe ne na duhet ta prekim nga afër dhe kush më mirë se ti do ta lexoj këtë letër që na ka ardhur në redaksi. Po, e vërtet. Gjithçka nisi pas ardhes në jetë të djalit ton. Befasia dhe shokimi im erdhi kur nisi pirjen, e cila brenda një kohe të shkurtër e tjetërsoi si qenie njerëzore. S'kishte si të vinte pasditje për mua, e veçanërisht orët e mbrëmjes, kur ai kthehej në shtëpi, i dehur dhe i qullur i tëri në alkool. Dera qelej me tërbim, duke u shoqëruar me klisma përzhitëse dhe tronditëse, që shfaqeshin sikur se lëshohen shigjetat e mprehta drejt një fytyre dhe mendje ëngjëllore. Bërtitje, sharje, ofendime, qierrje zëri, të cilat e shpërfytëronin fytyrën e tij në një metamorfozë të paperceptueshme. Një frikë të mërshme dhe sfilitëse më dridhte tërë qenien time. Në çast më mbështillnin drithërima zjarrvënëse, që më merrnin frymën dhe s'më linin as të qëndroja një vend. Më duke sikur palosesha trup e shpirt bashk në një qenie që sisha më unë. Afroje rrëmbyeshëm, më ngulte syt me ca shikime armiqësore që dukeshin sikur thonin, tashmë ke marr fund. E niste të më godiste me tërë fuqinë që kishte. Trupi im ishte mbushur me nxirje lëkure nga koka në këmbët. Më kaplonte një makt lemeritës kur më telefononte për ndonjë gjë. Pasi e folura e tij ishte jo vetëm shpërfillëse, por edhe lënduese dhe cinike deri në ofendime të vështira. Ai që kthye në një përbindësh që kishte humbur çdo lloj sensi, teksa pandehte se vetëm me dhunë do arrinte të vendoste pushtetin e mjeruar, të cilin guxoi ta vinte edhe me dhunën ndaj Timbiri, ndaj aty u sos durimi. Shpirti im çante prej kohësh, por atë çast shpërtheva në ulërima therrëse, aq sa për pak po humbja ndjenjat, por e mbajta veten. Rrëmbeva Timbir dhe u largova përgjithmonë nga ai njeri që kishte humbur përfundimisht sensin e të jetuarit. Avokat, kjo letër na ka ardhur në redaksi, ne do e ruajmë anonimatin e saj. Çfarë po ndodh në familjet shqiptare dhe a ka gjini dhuna? Apo burrat janë në minorancë dhe ne duhet të trajtojmë gjithmonë vetëm dhunën që ekzistojnë mes burrit dhe gruas, por gjithmonë burri është ai që dhunon. Shiko Joy, kjo është një temë po themi shumë sociale dhe është një temë shumë dramatike për sa i përket shoqërisë shqiptare në cilën ne kalojmë në tranzicionin që ne po jetojmë. Besoj letra, do të thonë, është flet hapur për vuajtjet e grave dhe vajzave, sidomos nga dhuna e gjinisë mashkullore, sidomos në 80% raste, mos them 90% rasteve, dhuna që ushtrohet nga gjinia mashkullore ndaj gjinisë femërore dhe ndaj të miturve, dhe ndaj kemi pas raste dhe ndaj persona me aftësi të kufizuar. Pra, të gjitha rastet janë një dramë shumë e madhe njerëzore, e cila shoqëria jon ka bërë një listë posaçëm që në vitin 2006 me ligjin 96/69 datë 18/12/2006 për parandalimin e dhunës dhe masat ndaj ty. Shiko, ne kemi pas raste tashmë po kalot edhe një cikël tjetër, po themi, kemi edhe raste ku gra dhunojnë burrat, sepse edhe burri në këtë gjinia mashkullore, po themi,
në familje është e barazleshme ndaj dhunës dhe besoj që kemi pas raste dhe dhunës të po themi të tepruar në një rast. A ka arritur emancipimi i shoqërisë në atë shkallë sa dhe burri të kërkojë një urdhër mbrojtje sot në këtë ditë, në këtë kohë që jetojmë? Kemi raste në qytete të mëdha, po kemi raste në qytete provinciale akoma, jo për shkak të konservatorizmit që kemi si shoqëri. Po unë besoj që çdo dhunë duhet të denoncuar sipas ligjit. Unë besoj që gratë shqiptare dhe vajza shqiptare të cilët ndihen të dhunuara duhet në mënyrë emergjente për asnjë lloj shkaku familjar, për asnjë lloj mënyre që të themi ku do shkojmë me fëmijët, ku do i lënë fëmijët e tjerë, pra nuk është zgjidhje, nuk mund të jetosh me një dhunues, pra me njerëz sidomos edhe pse shtrohet pyetja, pse vjen dhuna më shumë në familje? Dhuna vjen në familje më shumë për shkak të veseve që kanë sidomos burrat, në 90% raste për shkak të pijeve alkolike, për shkak të lojrave të bixhosit dhe për shkak të përdorimit të lëndë narkotike. Të gjitha këto janë një ansambël i cili krijon atë që krijohet një dhunë e papërshtatshme në familjen shqiptare, të cilat shkojnë në dhunë deri kemi pas raste deri në vrasje. Dhe në krime shumë të rënda deri në humbje jete. Ti di që un kam drejtuar burgun e grave dhe në fakt njëra nga gratë e dënuara ishte për vrasjen e bashkëshortit me një mjet prerës të jashtëzakonshëm, një sapat, kur sipas asaj dhe sipas dosjes penale kishte pësuar dhunë 30 vite. Pra në vetë mbrojtje kishte kapur sapatën me të cilën bashkëshorti po e qellonte dhe në gjaktësi e sipër ndodhi krimi. Pra një grua është më mirë të largohet nga dhunuesi se sa të përfundoj e dënuar me 25 vite burgim. Jo, unë mendoj kështu. Unë mendoj që sepse vrasja nuk përligjet në asnjë rast. Dhe vrasja e tillë ne kemi diskutuar dhe ka qenë vrasje të ditë lart të kushtet psiqike, domethënë është tjetër, është kualifikim tjetër i veprës penale, por unë besoj që nuk ka pse të largohet gruaja me fëmijë nga shtëpia. Gruaja ka detyrim që e the sakt, por gruaja ka detyrim ta liron burri kur shtëpinë. Jo, gruaja nuk e liron, po e liron policia e shtetit. Dhe urdhri më njëherë i mbrojtjes, pra kemi dy urdhë që të hyjmë te termat juridik tashmë, kemi dy urdhë mbrojtje, kemi një urdhër më njëherë mbrojtje ku ekzekutohet në mënyrë urgjente, pavarësisht sa fati 48 orë është që paraqitet në gjykat, por policia e shtetit me ligjin në ndryshimet që ka pësuar ligji e nxjerr nga banesa në mënyrën më urgjente sapo të njoftohet. Dakor, sa urdhra mbrojtje kemi në Shqipëri që nuk ekzekutohen? Një, e dyta, derisa të rri dosja në gjykat shumë vite, sa kohë i duhet kësaj zonje për të fituar lirim dhe i duhet përsëri të shkojë tek ajo banesë? Po, ja do ta saroj këtë. Pra, gjykata njërin dhomën e gjumit, tjetrin në kuzhinë dhe në fund të ditës dhuna është brenda familjes përsëri. Jo, me ndryshimet e reja të ligjit nuk ka bashkëtesë, nëse keni urdhër më njëherë mbrojtje ose një urdhër mbrojtje që përcakton afatet. Pra kemi dy urdhër mbrojtje, kemi një urdhër më njëherë mbrojtje që bëhet brenda 48 orëve nga gjykata, por për fëmijët e mitur është brenda 24 orëve dhe për personat me aftësi të kufizuar është brenda 24 orëve, por mos harrojmë diçka, policia e shtetit nëse merr kallëzim po themi ose denoncim nga një grua e cila është dënuar, bashkëtuesin e nxjerrin më njëherë nga shtëpia me ndryshimet e reja ligjore. Pavarësisht se çështja të shkojnë në gjykat, po urdhri më njëherë mbrojtje ku të bëhet brenda me venim gjykate brenda 48 orë. Po zvarritja e gjyqit me vite të tëra, çfarë sjell? Do ta shpjegoj edhe këtë. Pastaj kemi urdhrin e mbrojtjes klasik, i cili pastaj është gjyq në themel, i cili bëhet me praninë e palëve dhe paraqesin provat dy palët. Por mos harrojmë që dhuna në familje është një vepër penale, me ndryshimet e reja që ka pësuar Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi Penal në 130A tashmë e ka sankcionuar në mënyrë të veçantë dhunën psiqike, psikologjike, sociale, ekonomike dhe fizike, dhe dënimi i parë shkon deri në 3 vjet, pastaj në mënyrë të përsëritur dhe në sy të fëmijëve të mitur shkon deri në 5 vjet, pra ka një marrë dënimi shumë të lartë, por mos harrojmë që urdhri i gjykatës përcakton një afat kohor 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, pra është ndërsim në gjykatës që një person nuk mund t'i afrohet, nuk mund të komunikojë, nuk mund të qëndrojë në një banesë, pra bazën ligjore tashmë kemi. Ne na duhet vetëm që zbatojmë bazën ligjore. Barë kryesore në këto momente për dhunën familje i takon policisë shtetit për hir vërtetës, sepse ligji ka ngarkuar në veçanërisht policinë e shtetit në ekzekutimin, në mbarvajtjen e punës, në shoqimin e viktimave në vend të punës. Megjithëse ti e mbrojtë policinë e shtetit që i ekzekuton gjithë urdhrat e mbrojtjes, unë dua një perceptim të Evans Drishtit. Evans, ti je një gazetar, publicist, një personazh që ke një podcast në Radio Shkodra dhe gjithmonë je i hapur për këtë raste. Ç'mund të na thuash ti për Ç'është vërteta për këtë aspekt?
të dhunës dhe zbatimin e urdhrave të mbrojtjes në formën e prerë. Unë do ta cekja do të kapja në këndvështrim më ndryshe, sepse nuk po kalojmë te dhuna fizike që pa diskutim është një ekstrem, por do ta shifja edhe në dhunën verbale, të përditshme në fakt, e cila ka shumë raste për jetë vërtetës që kemi atë kombinimin, le ta themi, të një burri dhe me një grua në familje, ku gruaja kërkon të jetë dominuese mbi autoritetin e bashkëshortit të saj, i cili për jetë vërtet ka qelluar të jetë shumë i urtë, shumë i butë, shumë i heshtur, edhe çdo fjalë që i thotë e shoqja e tij, ai e pranon 100% aty. Pra ke parë shumë raste të tilla vitet e fundit. Sa të dush ke. Kjo është një anë, po nga ana tjetër kemi edhe atë dhunën që ne i themi fatkeqësisht për te familjes që vazhdon në institucione të ndryshme. Shikoni në moment kur kemi për shembull një shef apo një drejtues në një institucioni, çfarë si ka publik apo jo publik. Në momentin kemi komunikimin e parë të drejtë për së drejti, ku kemi një ngritje të zërit, kemi një, le ta themi, një rrëmbim, një gjaknëzetësi të vetë autoritetit, të vetë shefit apo të vetë institucionit, i cili kërkon që të vendos, le ta themi, atë pushtetin e tij, autoritetin e tij, me anë të fytyrës së tij, me anë të fjalëve të tij, gjithmonë duke sunduar mbi tjetrin. Dhe nuk e kuptoj në fakt që faktikisht janë qenie njerëzore dhe janë intelektual, por unë do ta lidhë gjithmonë me idenë. Ne për hir të vërtetës, në kohët e sotme kemi ulur nivelin emancipues intelektual të njerëzve. Kemi një nivel kulturor të ulët fatkeqësisht, dhe nga ky nivel kulturor i ulët vijnë pikërisht edhe këto përplasje as pak të dëshirueshme. Në qoftë se do të vini për shembull në një familje të thjeshtë, një familje normale shqiptare, në momentin kur do të fillojnë ato përplasjet e vogla bashkëshortore, ato kalojnë menjëherë pastaj në disa elemente dhunuese që nuk janë fizike natyrshëm, por janë verbale, janë të momentit të çastit. Por që në fakt nga këto të voglat lindin më pas edhe ato dhuna të mos fizike. Jo, vetëm një diçka vetëm një hyrje të vogël duhet bëj, domethënë që ta plotësojmë. Është dhuna psikologjike, është një dhunë e përditshme dhe shumë e vrasht në zhargonin e shqiptarëve. Dhe por mendon që dhuna psikologjike shpije pastaj në dhunë fizike në shumë raste? Këtë doja thoja, pra, dhuna psikologjike është në çdo familje shqiptare që agravon në raste të tilla deri në dhunë fizike dhe më tej. Pra, ne duhet jemi më të qetë në komunikim me njëri tjetrin, sidomos me familjarët, sidomos edhe në komunitet, por ajo që nikon më shumë është shkolla. Unë për vete kam vërejtje shumë dhaja për mënyrën e shkollimit, për nxënësit, për mësuesët, pavarësisht se ata mundon të bëjnë një punë të mirë, por deri tani rezultatet nuk e kemi gjoj për hir të vërtetës. Ne këtë do ta diskutojmë në një temë tjetër, por sot jemi vetëm për dhunën që është dhunë fizike, psikologjike, mirëfilli realisht. Sipas perceptimit tuaj, a flitet mjaftueshëm në media për burrat si viktima të dhunës? Jo, për hir të vërtetës, për pjesën e burrave flitet shumë pak. Po mos harrojmë që shumë burra janë dhunuar nga gra, qoftë psikologjikisht, qoftë edhe ndoshta me dhunë fizike. Sepse temperamentet nuk janë gjitha një lloj. Kemi burra të urtë, të qetë, me temperament të qetë. Sigurisht, përse mendoni që burrat hezitojnë të raportojnë në rastet e dhunës? Shikoj, ne jetojmë në një shoqëri shqiptare, shqiptare dhe ballkanike, ku secili e ka për turp që të shkojë të denoncojnë polici që mua më ka dhunuar gruaja, por përgjithësisht vërtetës nuk duhet jetë ashtu, sepse dhuna është permanente dhe shumë vjeçare dhe shumë burra, ne kemi pasur raste kanë vuajtur dhunën psikologjike dhe deri fizike të grave, të cilët nuk i kanë denoncuar, nuk i kanë kallëzuar dhe kanë jetuar në stres shumë të lartë në familjen e tyre dhe për hir edhe ndoshta edhe të fëmijëve. Ato që i mundon më shumë shqiptarët në këtë rast është çështja e fëmijëve. Por mos harrojmë në një bashkëtesë kur bëhet e padurueshme, pastaj zgjedhje tjetër nuk ka, duhet të denoncuar dhuna dhe duhet shkollë deri zgjedhjes së martesës. A mendoni se janë mjaftueshëm ligjet aktuale për të mbrojtur viktimat e dhunës në familje? Besoj që bazën ligjore që kemi dhe ndryshimet përkatëse besoj që i kemi. Zbatueshmëria atyre lë për të dëshiruar. Dhe një pyetje tjetër, si mund të edukojnë të rit për të parandaluar dhunën në familje? Unë besoj që pikë së pari duhet të jetë komunikimi mirëfillt brenda familjes, sepse edukatori më i mirë i fëmijës është vetë prindi i fëmijës. Në fakt ato prindët të cilët janë intelektual, po jo në konceptin intelektual të marrësh thjesht të përfundosh një arsim të lartë, sepse sot gjithkusht e përfundon, por ideja është thjesht që të kesh një emancipim të mirëfillt, ku të dish të bashkëveprosh dhe të bashkëpunosh me fëmijën tënd. E dyta më pas, në sistemin tonë arsimor janë mungojnë shumë pikërisht
konsultimet e herpasishme, sidomos në aspektin ligjor, edhe në aspekte të tjera ku me të vërtetë që fëmijët duhet të informohen, nuk po them mund të vendosë si një lënë, si ne kemi një lënë qytetaria në sistemin arsimor parauniversitar, në të cilën bëhen këto, por duhet patjetër konsulta të vazhdueshme për të rinë, për t'i kthjelluar akoma më shumë që të kuptojnë edhe një herë mirë se si do të jetë në mënyrë që ato të përgatiten paraprakisht në momentin kur të jenë situata të tilla. Avokaton e dua konkretisht dhe shumë thjesht për ta kuptuar masa e gjerë që na ndjek tani në radio. A mendon që brezi i ri janë po aq të vonë shumë sa brezi 50-60, sepse në kohët e fundit ne kemi parë vrasje dhe vetvrasje monstruoze që kanë ardhur për shkak të dhunës. Kemi një rast që është në evident akoma para 2-3 javësh, i cili të rënqeth sipas të dhënave, gjithë dhënave dhe dosjes penale, një djalë i ri 25 vjeç shpije në vetvrasje bashkëshorten në proces divorci. Shikoj, për hir të vërtetës, ne jemi në një shoqëri shumë e shkruar në këto momente që po jetojmë, të gjitha shkaqet ekonomike, sociale, psikologjike, shkolla, gjithë më radh, por në zhargonin e përditshëm komunikimi lë shumë për dëshurë, sidomos tek pjesa e rinisë. Ne këtu jetojmë dhe e dim gjithë, është një komunikim me një zhargon rrugaçror, domethënë që shkon në përdorimet dhunës. Ne shohim grupe gjimnazistësh me një fjalor banal, i cili lë shumë për dëshiruar në komunikimin e marrëdhënieve shoqërore. Pra nuk njeh as norma, as rregulla. Nuk njeh asnjë lloj norme, nuk njeh asnjë lloj komunikimit, dhe kjo është fal punës së dobët të organeve të shkollës, të shërbime sociale, të psikologëve në shkolla, të familjes, fillon gjithçka. Familja është baza. Pra, unë duhet ta marrim një shembull, ta bëjmë thjesht për të prekshëm për publikun. Mbaje pak avokat, sepse kemi 1 minutë publicitet. Denisa? Kemi një moment që do të falenderojmë sponsorin ton General Magniflex. Ky episod pikërisht vjen në bashkëpunim me Magniflex, brandin premium italian që sjell një qasje të re ndaj gjumit dhe mirëqenies. Sepse kur flasim për shëndetin, shpesh harrojmë diçka shumë bazike, cilësinë e gjumit. Një dyshek i mirë ndikon drejt për drejt në shtyllën kurrizore, në energjinë që kemi gjatë ditës dhe në mënyrën se si ndihet trupi ynë. Magniflex është kompania vetme e dyshekëve në Shqipëri me certifikim 100% made in Italy, duke sjellë teknologji inovative dhe standarde të larta italiane për një gjumë më të shëndetshëm dhe më cilësor. Faleminderit Magniflex. Jemi rikthyer me labirint në tru dhe kush më mirë se Kujtimi i Brej, avokati, kolegu, miku jemi mirë, na sqaron se çfarë ndodh në fakt për shkak të mos edukimit, të prishjes së fjalorit tek të rinjt, të mënyra se si po jetojnë ata dhe se si po e shtrojnë jetën e tyre për një të ardhme familjare. Më gjër avokati për ju. Gjoj, shiko, siç aty ku e lash, pra ishte një diçka. Ne jetojmë gjithë në qytet dhe një bashkësi të tillë. Ne shikojmë që në oraret vora të natës djem dhe vajza të 3 moshës, adoleshentës të hershme, 13-14 vjeçare, duke konsumuar lënë narkotike dhe cigare. Pra që janë akoma 9 vjeçare. Pra që janë akoma 9 vjeçare. Dhe ajo që më bën mua përshtypje gjithmonë, është secilit nga ne që jemi familjar, unë jam prind vet, kam 2 djem, nuk arrit ta kuptoj dhe ta konceptoj se si në orët e vora të natës, një familje lejon një fëmijë të moshës tillë që të qëndroj poshtë pallatit ose në lagjet dhe të konsumoj duhan ose lënë narkotike ose alkol. Pra, ne si familje familjarët duhet kujdesen për mirërritjen dhe mirë edukimin e tyre. Është e pashpjegueshme, nuk arrit ta kuptoj, ta konceptoj dot se si një vajzë 14 vjeçare mund të qëndroj në poshtë pallatit në orën 2 të natës duke konsumuar lënë narkotike. Pra, ose e thon shqip, si merr gjumi këta prind kur fëmijët e tyre nuk janë familjen e tyre. Sakt. Pra, po e thjeshtoj. Problemi fillon te familja. Po e thjeshtoj fare thjesht, si ai burr dhe ai grua mund të flenë gjumë në një kohë që fëmijët e tyre adoleshent të hershëm janë në rrugë. Dhe kjo është e pafalshme për ne, nuk ka ndodh dhe nuk mund ndodh që një fëmijë të moshës tillë të qëndrojë në lagje ose në ambiente të hapura deri në orët e vonë të natës. Pra, mosha ne e dim kur është mbi 18 vjeç, atëherë pastaj fillon mosha mallore, mosha e pjekurisë. Por mos harrojmë që edhe me ligj ti e ke përgjegjësinë prindore deri në moshën 18 vjeçare. Patjetër, po. Pra, kjo është ajo që mua më shqetëson shumë. Mund të ndrysh avans. Është vërtetë duke shtuar diçka në atë që thon me të drejtë, sepse ne në realitetin ton shqiptar vihet re dukshëm kjo që prindërit janë duke zhvilluar një lloj metode që
t'i lëm fëmijët të lirë dhe në emër të lirisë, në emër të demokracisë, ato të shijojnë jetën e tyre në të gjitha dimensionet përkatëse, duke humbur normat, duke humbur ushimin e normave, dhe prindërimin e përgjithshëm. Në fund fundit, në qoftë se prindi nuk do të ketë një mbikëqyrje, një bashkëpunim me fëmijën e tij, që në momentin kur villën në jetë, domethënë që në momentin e hapave të tij të parë, dhe kjo të vazhdoj pastaj edhe në institucionin arsimor, atëherë ky fëmijë nuk ka se ku ti marr këto norma. Për jelloj, jemi të detyruar që sot të gjithë familjet pa diskutim jo ta keq trajtojnë dhe ta keq interpretojnë lirinë dhe demokracinë e sotme, po përkundazi të përvetësojnë normat dhe t'i ushqejnë këto sa më shumë në fëmijët e tyre, të familjet e tyre, në mënyrë që të kuptojnë edhe një herë që pa norma asnjë shoqëri nuk mund të ecë përpara. Edhe vendet më të zhvilluara europiane dhe perëndimore gjithmonë i shohin liria nuk është anarshi, absolutisht. Përkundazi, të gjithë janë mbi bazën e zhvillimit të normave. Jo, liria është shprehja unikale. Liria jote shkon deri aty ku nuk funksionon liria e tjetrit. Aty është një cënim liriet në kuptimin e filozofik të fjalës, që këta fëmijë nuk e kanë momentin psikologjike që ta mund të qëndrojnë. Nëse ti le të dalin, ata do dalin, sepse aq është pikuria e tyre. Po ne po flasim për një rregull familjar për secilin prej nesh, i cili duhet të punojmë gjithë bashkërisht si shoqëri, shkolla, familja, psikologët, shoqëria civile, gjithë me radhë. Pra, jo pa qëllim e tha dhe Gjoja tha shumë mirë. Sa flitet ne për dhunën familje, flitet shumë pak. Ne duhet ta sensibilizojmë opinionin publik në radio, në televizione, në gjitha mediat ku mund të jemi. Pra, ne vetëm shohim një diçka dhe komunikimin që bëhet nëpërmjet rrjeteve sociale është skandalos. Mënyra shkrimit, mënyra ofendimit, mënyra sharjes, mënyra linçimit njëri tjetrit është vesh duart në kokë. Pra, ne duhet të kujdesemi tek fjalori, duhet të kujdesemi tek komunikimi që kemi me njëri tjetrin. Nuk unë çuditem se si mund shkojnë në linçim të njerëzve në mënyrë banale dhe aty fillon edhe familja. Dua të ndërhyj pak. Mund të na tregosh një histori dramatike që ke kaluar në jetën tënde si avokat në gjykat, që të ka lënë mbresa dhe ke thënë, o Zot, ku jetojmë? Si ka mundësi që mund të veprojë një prind në këtë mënyrë me fëmijën e tij? Po, un kam pas një rast, një gjykat, s'duhet ta them qytetin, se është konfidenciale për shkak se ishte edhe me fëmijë të mitur, 3 fëmijë të mitur, dhe më ka bërë shumë përshtypje Gjoj, mënyra se si këta 3 fëmijë të vegjël shumë të mitur u përdorshin nga jati kundrejt mamas tyre dhe makinacionet e të jatit dhe gjyshës nuk isha përjetuar ndonjëherë. Arritën që në gjykat ta bindin gjykatën që 3 fëmijë të mitur ti merrte për mirëritje babain në kundërshtim hapur me ligjin, pasi gjykata e apelit e prishi si vendim dhe e kthei 3 fëmijët e mitur, ja kthei te mamaja e tyre, por inskenime të tilla nuk kisha parë ndonjëherë, kisha dëgjuar ndonjëherë në jetën time profesionale as njerëzore. Pra inskenimet e tipit që mamaja ka hyrë motor dhe pi cigare. Dhe nuk është e denjë që t'ju rrisin ju. Inskenime totale makabre, domethënë që me kanë vënë shumë dyshim dhe besoj që gjykata, unë e thash mendimin tim atje kur ishte për ta thënë dhe mendoj që gjykata apelit pastaj e rregulloi gabimin e shkallës parë sepse ishte një turp i vërtet se si gjyshi dhe gjyshja manipuloshin bashkë me djalin e tyre që të merrshin fëmijët dhe nusja e kishin hedhur në rrugë dhe nuk ishte as me çfarë të ushqente. Dhe shikon pra se çfarë ndodh në Shqipëri, atëherë ne nuk na lejon koha televizive dhe radiofonike. Ky ka qenë rasti që më ka lënë shumë shije të hidhur këtu 10 vite përpara. Ashtu ë. Faleminderit zoti Evans Driçi dhe kujtimi për të shumë kënaqësi që kishim pjesë të podcastit ton. Por ne kemi një dhuratë. Altini ka menduar të surprizojmë nga një dhuratë, një palë syze për ju. Denisa do t'ju surprizoj tani. Faleminderit shumë. Kënaqësi e veçantë. Mund të provoni. Tani është koha e verës, fillon edhe plazhi dhe janë të përshtatshme. Faleminderit Denisa. Labirint në tru të fton, por edhe të respekton nëpërmes Enzo Atinit. Faleminderit Enzo Atini. Faleminderit shumë. Kënaqësi e veçantë. Unë do t'i provoj këtu bashkë me ju dhe një faleminderit se ti kemi zgjedhur me shumë delikatesë. Po, dhe një faleminderit veçantë për ju dhe për Enzo Atinin. Bukur shumë. Sa bukur që duket. Atëherë besoj që paraqitja Enzo Atini shihet për prodhimet fantastike dhe për shitjen e gjërave. Faleminderit që ishit në podcast Labirint në tru, kthehemi me personazhin e ditës.
Përshëndetje, rikthehemi në pjesën e dytë të podcast. Të ftuar kemi sot në studio avokatin dhe ish prokurorin Ervin Karanxha për të vazhduar më tutje për bisedën për dhunën në familje. I diplomuar në shkollën e magjistraturës, prokuror në prokurorinë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor në Tiranë nga viti 2003 deri në vitin 2021. Mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje, por në prezantimin tim duhet vazhdoj përsëri pak prokuror një ndër asetet në fakt të prokurorisë shqiptare. Unë kam drejtuar burgjet dhe kisha dëgjuar kaq shumë për ty sa e kisha kërshëri dhe të takoja live. Për fat u takuam në një emision tjetër dhe jam shumë e nderuar dhe e vlerësuar që je në podcast Labirint në tru për të zbërthyer të gjitha labirintet e mendjes tënde. Në fakt edhe në libra, edhe në filma, labirintet e një prokurori që tashmë është avokat, është shumë e vështirë ti zbërthesh, por sot mendoj që kemi gjetur temën e duhur, por do lëm hapësirë për të zbërthyer dhe labirintet. Mirë se erdhe në Labirint në tru. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Si duket titulli i podcastit? Është shumë titulli i bukur. Godet? Truri duhet të eksplorohet se janë disa momente të trurit të cilat aktivizohen dhe bëjnë gabime në herë, kupton? Për shembull, titulli ka të bëj foli trurit shpesh. A i flet trurit shpesh? Po i flas trurit. Ervin? Trurit, pra trurin ne duhet ta lidhim dhe me pjesët e makinës, me frenat për shembull. Po. Me ferrotat, maj frena. Pra njeriu duhet maj frena. Po. Por dhe kur marr shumë frena, po të kemi parasysh kur zbret nga qafe llogaras, nxefen dhe frenat. Pra vjen një moment, pra çdo gjë duhet sistemi nervor duhet gjithmonë me një kujdes të jashtëzakonshëm mendon. Po duhet kujdesesh edhe të mos i marrësh frenat shumë se po nxef shumë s'majn më. Se labirinti mendjes është një aset i pazbërthyer në histori. Sidomos që edhe ne shqiptarët jemi pak gjak nxehtë. Po, jemi, po. Pra për një pasqyrë, u prish një pasqyrë, u përplasë me tjetër dhe pasqyrë tjetër, sepse shkon pasojë fatale me njerëzit. U ngritës një makinë do blesh një tjetër, si thon njerëzit, hekra janë. Njeriu s'vjen më. Prandaj duhet i thrasim trurit. Po, foli trurit. Ervin, si trajtohen nga prokuroria rastet e dhunës në familje? Dhe cilat janë hapat që do të ndiqen më pas? Për sa i përket ndjekjes penale të çështjes së dhunës familje, sepse kemi dy aspekte. Kemi ndjekjen në bazë të ligjit të dhunës familje që del urdhri mbrojtjes që nuk ka lidhje me ndjekjen penale që bën prokuroria. Ndjekja penale e prokurorisë është gjë tjetër, se urdhri mbrojtjes ka specifikat e veta, mos ju afro gruas me një distancë caktuar, mos komunikosh Por sa zbatohen, se një avokat para te kam gul të kam që zbatohen pafund. Unë në mendimin tim zbatohen as në masën 40%. Mendimi im që ato zbatohen. Por ka dhe raste që janë pa zbatueshme. Për shembull vetë kemi pasur një rast që gjykata kishte thënë mos ju afro shtëpisë 200 metra. Domethënë shtëpisë. Ndërkohë që rruga ishte 100 metra, më tha ora i bit dal në lumë tha. Pra ai binte dilte në lumë tha, unë s'mund dal në lumë tha që të mbytem tha. Kështu që jam i detyruar për të kaluar rrugën. Pra ligji shpeshherë ka këto klauzolat edhe. Po pra, tash ai tha si shkon në shtëpi tha, nga ti bi. Dhe por çudi ishte fiksi se thaj, domethënë kam shkel urdhin tha, për shkak të ishte objektive, pra nuk ishte thënë vendimi i saktë për distancë. Ti thua që edhe urdhrat e mbrojtjes ndonjëherë janë kanë vende për përmirësim, janë subjektive, jo. Ka vend për përmirësim sepse dhuna në familje është në disa raste është e vështirë për të provuar. Sidomos kur janë vetëm burrë e gru, se burri thotë mrafi. Jo, pse thash burri? Kemi pas dhe raste që rrifen burrat. Duhet ta trajtosh këtë temë. Ervin, cilat janë vështirësi që hasen në trajtimin e rasteve edhe burrat rrifen. Po. Kishin një grua të fuqishme, e kapi, me shpull, e hodhin policia apo në burgje ajo gruaja? Ajo grua ishte një grua e fortë, dhe isha rraf dhe për çudi dhe kur ishte në gjyq, burri kishte marrë një avokat të madh, më çife mbrapa avokatit. Tani avokat, e di pse dhash një buzëqeshje, sepse rastet e dhunës janë në minorancë në raport me dhunën që ushtrojnë burrat ndaj grave, se un kam drejtuar një IEVP ose burgrazh dhe e di se sa shumë janë dhunuar ato gra ndër vite. Po, e thash të rast që ta balancojmë çik sepse duke qenë se pra kemi dhe burra viktima të veprës penale. Burra viktima të grave të tyre. A mendon se njihen mirë urdhrat e mbrojtjes, sepse ka vend shumë për të përmirësuar, shumë gra në Shqipëri dhe burra nuk e njohin si term urdhrin e mbrojtjes. Problemi është e përkushmëria. Pra e thash në fillim, se janë burrit e gruaja në shtëpi. Burri thotë Rafa,
ose gruaja thot e kundërta. Pra njëri thot ndryshe, tjetri thot ndryshe. Nuk ekziston fakti, thua ti shpesh herë. Te provushmëria. Pra e gjithë problemi Se provon dot. Për sa i përket ligjit material është e qartë. Pra nëse kërcënon ose dhuna rrafja, paragrafi i parë në 130 është ka mas dënimi deri 3 vjet, kanosja, plagosje lehtë ka mas dënimi më të rëndë dhe kur kryhet vepra në mënyrë të përsëritur pranitë e fëmijëve, se dhe pranitë e fëmijëve dhe kjo ka një diçka, se kemi pas në praktik për shkakun, zihen 2 pleq, burri me gruan. Fëmijët i kanë nga 30 vjeç, po ligji kanë pranitë e fëmijëve dhe këta ishin fëmijët e vet. Dhe ishte një plaq që kishte gjujt gruas vet në paragraf të 4. Sepse i kishte gjujt pranitë e fëmijëve, po ishte fëmija 30 vjeç, 35 ishin zonë pleq në sy të fëmijëve dhe pra, fëmijë ishte lidhje gjaku, paragrafi 4. Pra, kjo ishte e qartë se ka raste, po te raste tjera provushmëria është e dobët. Por çdo rast dhunën familje që ka arritur i pikë, sepse tash jo çdo familje është e vërtet. Ka probleme familjare, i zgjidhin aty për aty. Ka një të bërtit me në shtëpi. Mund gjëm dhe në mlajë, bërtet, por tash e zgjidhin aty për aty. Kur ka dhunë fizike që agravon situata, janë përjashtimore, shkon edhe në komisariat për shembull. Po mirë, në vitet që jetojmë, është më që është telefoni tani videoja, a të ka ndodhur të trajtosh një rast që ishte filmuar ose ishte incizuar dhuna? Po, ka pas raste që me audio, me rekord ose me, domethënë me audio telefoni është diçka e thjeshtë, e bën me opsion dhe përgjohet biseda dhe ka dalë dhuna. Pra, dëshmia e gruas është e lidhur me një provë tjetër atipike ose një video, si mund t'i themi, e ka vënë dispozicion të timit, ka thënë kështu ja dhe provën ku e dokumentoj. Pra fjalët e mia, fjalët e tua, pa fjalë marrin një besueshmëri. Ose sot për shembull sistemi është me kamera. Sistemi është me kamera. Duket qartë për shembull kur i gjuh burri gruas në rrugë, kapet i kamera. Por duhet çdo gjë të jetë e dokumentuar. Ka dhe raste që abuzohet me këtë. Pra do me përzon burrin nga shtëpia, jo sajohet gjërat, jo m'kapi. Ka raste shumë. Ka raste abuzime që do me largu burrin nga shtëpia, se shpron aty dhe sajon në një sherrë në diçka për me largu burrin. Ndërkohë ai nuk ka ushtruar dhe pretendimet aty. Ti mendon që në shumtën e rasteve këto filmimet dhe incizimet janë për ta larguar personin? Filmimet dhe incizimet për mua janë më duhen bërë. Sepse provojnë thëniet e personit që më ka thënë kështu dhe e provon atë që bën. Pra është e kundërta. Unë jam për atë kur provohet një dhunë që ke bërë një kallëzim, ja u ke edhe të incizuar, gjohet. Pra kjo që them unë provohet edhe me fakti ekziston. Madje duhet kallëzuar, është më mirë të hyj shtetin loj. Punojës të policisë ka një rast, ka një dhunë familje. Oficerët e policisë gjyqësore që janë shumë të kallëzimi nga viktima duhet bërë në komisariatin e policisë, se s'mund policia rojet e shtëpia. Por ose edhe nga komshit, për shkakun kur dihet një burim rreziku nga informacionet që të merret viktime veprës penale, ta kallëzoj këtë, mund të ketë një dhunë psiqike, domethënë mund të ketë dhunë psiqike që është pak e vështirë, se dhuna fizike është çështje fakti. Pra i ke gjujt gruas më shpull ose e ke rrahur, janë shenjat të cilat lehen dhe bëhet këshyrja e jashtme. Pra bëhet këshyrja e jashtme, merret kallëzimi, pyeten personat, por thash, provushmëria duhet të jetë prioritare për sa i përket këtyre rasteve. Avokat dhe ish prokuror të jeni tempull dije. Do duheshin disa emisione rresht për të sqaruar, kaq bukur sqaroni, por ne kemi dhe pyetje individuale, personale, për të prekur pak labirintet e jetës tënde që nga adoleshenca në rini, vitet që ke ushtruar profesionin në prokurori. Kush janë 3 labirinte që ti nuk i ke zbuluar akoma? Në asnjë emision televiziv apo në asnjë përballje mediatike me një moderator. Paktën themi 23 janë shumë. Unë vetë për shkakun kam pasur në një pikë atë që ndjekja penale, po të kodit penal, duhet të jetë nga humanizmi. Pra në radh parë një prokuror duhet të jetë njeri në radh parë. Pra duke qenë njeri, ti shofi po të kemi parasysh fakulteti, nuk themi fakulteti ligjit, po themi fakulteti drejtësisë. Disa gjëra duhen zgjidhur drejt. Fillon, pra duhen zgjidhur me drejtësi dhe ligjshmëri. Është diçka abstrakte. Pra diçka duhet zgjidh drejt se duhet zgjidh. Pra dhe me ka përcy ligjin po për të mirën e viktimës dhe për të mirën. Më kujtove në marrëdhënie me punojësit e policisë kur drejtoja institucionin e vuajtjes së dënimit 325, gjithnjë thoja tolerancë dhe ligj dhe tolerancë. Nëse ti nuk fut pak shpirt në çdo proces gjyqësor ose në çdo veprim që ke të bësh me dënuarit dhe të paraburgosurit, atëherë ti nuk ke respektuar asnjë liri dhe drejtë themelore të personit. Unë kam dhe i parim tjetër. Po?
Tash edhe njerëzit që merren me medicinë duhet të mbahen. Është parimi. Shifi fytyrën dhe jepi detyrën. E bukur dhe kjo, e bukur. Sepse vetë tema sot është pak e rëndë, Një njeri që i ka ecë keq. ti fut edhe batutën, po. Ai është i egër. Pra duhet njerëzit duhet i shohin. Edhe të dhuna familje, për shembull, konstatoj te neni 48 paragrafi i fundit. Nuk quhet rrethan lehtësuese kur të fal personi që i ka bërë dhunë familje, si quhet? Ato ai e ka në shtëpi. Dhe ka në shtëpi gru. Është e fal? Jo, s'fal shteti. Pra janë absurditete të cilat janë nga ligji. Neni 48 paragrafi i parafundit thotë që nuk është rrethan lehtësuese kur ty të fal personi që ke ushtruar dhunë në shtëpi dhe në dhunë në familje. Dhe dhuna në familje ka një specifik që ta mos merremi vetëm me ligjin. Është një dhunë që nuk mund ta delegosh. Sakt. S'mund t'i thush komshiut më rrit gruan. Po. Është diçka që i tako, domethënë ose gruaja. Po, janë gjëra që nuk Janë gjëra delegohen. sepse nuk mund t'i thush komshiut më rrit gruan se është zonë me mua. Se tash shqiptarët si s'mund të ose t'i thunë një herë tjetër. Është diçka që është personale, nuk mund të delegohet. Siç kanë ngjarje të tjera që kemi gjuhë ngjarje që delego, rrif atë ose bëj këtë gjë për mua. Kjo është diçka personale e personit që Ne na duhet një labirint i yti, mendjes tënde me veten tënde, që ti nuk e ke thënë asnjëherë. Dhe në fakt gjatë jetës tënde e ke pas merak ta thuash. Mos ka lidhje me detyrën e fundit që ke pasur diçka e tillë. Keni peng brenda vetes? Unë në përgjithësi nuk kam pengë, se çka ka menu për shembull nuk ka pas kryesore kem rregull me veten. Pra çka kam firmos, i kemi firmos. Pra domethënë nuk kam ne. Nuk ke peng që e larguar nga. Nuk kam ne peng tash, biles mund Nga thash tash jam privat, domethënë jam avokat privat, u shtoj. Po ndihesh më rahat, më mirë? Jam me numrin e çështjeve jam më pak se sa ishte, se kemi përballuar gati 1000 dosje në vit, mbi 1000 çështje, konflikte të ndryshme, kemi qenë te sektorë ndryshëm, krime ndaj personit, krime ndaj jetës, te krimi ekonomik, te krimet kemi pas dhe krime seksuale, për shkak se ato janë sektor tjetër që të vështirë. Dhe tani besoj ti e zgjedh atë që do të bësh, ha? Po e zgjedh ke vepra, nuk e zgjedh dhe më qet mund të merremi dhe me çik më shumë me sport, se unë jam marrë me sport, me futboll, kam qenë në shumë sporte. Denisa, është shumë i vështirë për t'ja zbërthyer labirintet. Absolutisht. 3 herë bëra pyetjen dhe e dredhon. Bete visërisht do tematikën. Po pas sportin e kam E qenë. dredhon përgjigjen, e dredhon përgjigjen. Po çeo kjo shifi fytyrën jepi detyrë. Më pëlqeu shumë, por nuk the një peng tjetës tënde. Po ç'a peng? Për shkakun, s'ke fare as i penga. Çat të kënoj pa të kongën e Medës, ç'a themi. Ndoshta po i trajtojmë disi më ndryshe. Cila është një nga situatat cila ju ka prekur më shumë emocionalisht, le të themi, cila kanë ndikuar shumë tek ju, në rast që ju keni trajtuar për gjatë gjithë karrierës suaj? Po, në funksionin tonë si prokuror dhe si avokat. Raste të rënda ne kemi pasur shumë raste, domethënë të shkuara në vendngjarje dhe jemi në vetvrasje, po pa i përmend rastet. Pra janë raste të cilat njerëz që kanë shkuar drejt vetvrasjes për shkaqe të ndryshme. Dhe kur kemi lexuar letrat e së dhënat personale, se çështja ka të dhëna personale, realisht na ka ardhur keq, kuptimi që sa e lehtë është për ju të jeni në këtë rol, në këtë pozicion? Është shumë e vështirë, sepse të shohësh vepra të ndryshme, sidomos krimet ndaj personit, është diçka e vështirë, por është detyra që duhet shkosh në vendngjarje. Madje duhet ketë çështje të caktuara duke parë në vendngjarje shef viktima, mund ndodhe persona ti kesh njohur, por duhet të jesh pak i ftohtë. Pra ti duhet të shkosh aty që të zbardhësh ngjarjen, sepse po të shkosh edhe ti të shohësh anën emocionale, atëherë ti humb. Pra ka një vendngjarje ti duhet ta zbardhësh si ka ndodhur, domethënë duhet të kesh motivet është shumë e rëndësishme. Madje duke qenë i qetë ti bën dhe ligjin, por e zgjidh dhe ngjarjen, sepse ke raste, për shembull, krime ndaj personit, duhet ta dinë dhe familjarët si kanë ndodhur ngjarja, pra të mos manipulosh, mos shtosh etj. Dhe kjo ka qenë e vërteta në ngjarjet e rënda. Se një vjedhje. Avokat, çfarë ke bërë në jetën tënde kaq mirë ti që unë nuk kam dëgjuar një person të flas keq për ty ndonjëherë në jetë? Thash, neni një C i kodit penal është, duhet të jemi human. Neve jemi të përkohshëm, jemi mundu, ndoshta kemi bërë dhe gabim, por nuk e kemi bërë me qëllim, pra shpirtëzi. Duhet largohen nga sistemi i drejtësisë ata që janë shpirtëzi. Dhe aty që i ka ecë jeta tërë dhe nxjerrin natin tek tjetër që e lën burg pa afat, mbadje mund dyshoj te këta persona që i fusin në burg ndjej kënaqësi, se kënaqësia ndjehet duke pa natyrën, duke boj xhiro etj. Ose në labirint në trume ne. Pra kur tjetri vuti gëzon. Pra kjo ka një diçka që shkon. A keni ju një mesazh drejtuar shoqërisë son për dhunën në familje? Për dhunën në familje do të thosha
Në rast se ka mosmarrëveshje në familje, në rast se një çift nuk shkon, është më mirë të ndahet me marrëveshje. Është për të mirën e fëmijëve, nuk ka nevojë të shkojnë gjyqje të zihen në përgjigje me ekspertë, me persona. Fëmijët, domethënë rregulli i përgjithshëm, fëmia arrin me nonën, s'është dhe shpreha. Po. Kur vdes nona, të leje jetim. Jetim. Kur vdes baba, të leje varfër. Po. Pra, Saktë. zgjidhen çështjet me Në marrëveshje. fakt kjo ha debat tani se gratë punojnë më shumë se burrat. Janë programe. Gratë kanë filluar të punojnë dhe është diçka e mirë. Punojnë biles edhe më përpara, se po diskutojnë tash. Po sigurisht, po. E merrshin gruan më të vogël. Domethënë e merrnin gruan më të vogël se gruaja lodhet më shpejt se burri, tash po ndodhet e kundërta. Po. Po ndodhet kundërta. Po ndodhet kundërta. Gruaja është më e madhe se lodhet burri rrugës. Dhe këto gjëra. Bukur edhe kjo. Lodhet burri rrugës. Ti bën një mbyllje fantastike Duke gjithçka. qenë në sekondat e fundit. Mesazhi i Ervinit edhe batuta që i futi në fund e ka tensionuar totalisht temën e sotme. Pikërisht, ishte shumë e këndshme. Falenderojmë me Mënyra se zemër. si e përcolli tek ne dhe tek publiku. Duhet Faleminderit zgjidh shumë. çështjet me marrëveshje, nuk ke pse me shkollën familje, s'ke pse me bë burr, gjithë secilin punë vet për të mirën e fëmijëve dhe të mirën e Dhe familjes. për gjithë këtë dashuri që na dhe sot dhe për këtë shpjegime maramense që na dhe, kemi një dhuratë nga Enzo Atini për ju. Enzo Atini, një palë syze dielli urdhëror. Ju falenderoj dhe nuk e dinim që t'ju kisha bërë dhe unë një dhuratë është surprizë. Do i shikosh pak të kemi gjetur atë të duhurën? Do t'i shoh. Duhet i shoh. Ti shoh tash apo Po, mo? Tani, mund t'i tani, provoni lejohet? Lejohet. A shkeli? Për ty lejohet gjithçka, nuk është shkelje. Për Ju ju falenderoj. lejohet gjithçka. Ju falenderoj. Ishte shumë kënaqësi që të kisha në podcast ta bëjmë Kënaqësia. me tru. Faleminderit. Ju falenderoj syzet që e kanë shumë të bukura. E ata Besoj do ju përshtaten me stilin tuaj. Enzo Atini ke gjetur prerjen e duhur prokurorit. Faleminderit Enzo Atini që jemi. Faleminderit, Enzo Të shkojnë Atini. shumë. kanë syze shumë të bukura, të mira dhe ju falenderoj për dhuratën. Faleminderit shumë. Ndërkohë dhe emisioni është i bukur. Shqiptarët duhet i thrasin trunit, mos bëjnë më budalliqe. Tesin para. Ky ishte podcast Labirint në tru. Foli trurit, thot prokurori. Prandaj është edhe ky podcast. Mirëmbëqesh, jemi bashkë në Denisa. episodin e radhës.